Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë tashmë lajmin e shumë pritur për ju. Gjesti po rikthehet në skenën muzikore, Gjesti po vjen pranë jush. Të gjithë në fakt më kanë pyetur se Tiron kur është data që Gjesti do të rikthehet, çfarë po ndodh me fatin e tij, a kanë mbaruar problematikat me kompaninë On Air, por gjithçka ka mbaruar. Gjesti tashmë ka zgjidhur problemin, Gjesti është është në ditët më të bukura të tij, është në ditët e arta të tij dhe së fundmi ka reaguar dhe ka sjellur detajet se kur do të jetë data që Gjesti do të rikthehet. Kanë kaluar muaj të tërë që kur ai performoi për herë të fundit dhe fansat kishin filluar të pyesnin veten se kur do të kishin mundësinë që ta shihnin Gjestin sërish nga afër. Pas një pauze të gjatë dhe mjaft të komentuar që prej vitit të shkuar, heshtja më në fund është thyer. Gjesti po përgatitet për një rikthim të madh në skenë dhe ka zgjedhur pikërisht Gjermaninë si destinacionin e parë për të rinisur performancat e tij live, të planifikuara për më datën në 13 maj. Domethënë më 13 maj të gjithë fansat e Gjestit, të gjithë djegësit e Gjestit do ta kenë Gjestin në Gjermani. Kjo mungesë e gjatë në jetën e natës nuk ka qenë thjesht një pushim i zakonshëm apo një teke e momentit. Rikthimi i tij vjen pas një periudhë as pak të lehtë, e mbushur me ngjarje dhe zhvillime të shumta komplekse, si në jetën e tij personale, ashtu edhe në atë profesionale. Këto luhatje e bën artistin të tërhiqej për pak kohë nga dritat e skenës dhe vëmendja masive e klubeve, duke e bërë këtë datë të mesit të majit në Gjermani një moment teje të rëndësishëm për të dhe për mijëra mbështetës që i kanë qëndruar bashkë. Megjithatë, kjo distancë nga daljet publike nuk e mbajti as pak larg dashurisë së tij të parë nga muzika. Përkundrazi, Gjesti ka shfrytëzuar këtë kohë izolimi për të mbyllur në studio dhe për të fokusuar totalisht tek krijimtaria e re. Së fundmi ai ka ndarë me ndjekësit në rrjetet sociale disa fotografi ku shihet duke punuar intensivisht, teksa ka zbuluar edhe detajin më intrigues. Projekti i tij i ri muzikor mban titullin Fuqishëm. Ky titull duket si një mesazh i qartë e i drejtpërdrejtë për gjithçka që ka kaluar dhe për atë që pritet të sjellë së shpejti. Me këtë projekt në rrugë sipër dhe rikthimin në skenë, më 13 maj ai po tregon qartë se është gati të lërë pas të shkuarën të rinisë dhe të krijojë një epokë të re. Domethënë kënga e re quhet Fuqishëm, një këngë që në fakt e ka punuar tani së bashku me Gimbon dhe rikthehet në epokën e tij të re, në atë epokë që ne të gjithë kemi dashur që ta shohim.